Rakli, u befasove nga performanca e lojtarëve tanë? Të thënë drejtën po, jo të befasova, sepse kisha besim tek e skuadër, patjetër edhe nga emrat, nga ndryshimet që bëri trajneri në formacionin bazë, sidomos kisha besim që kjo skuadër do bëte diçka dhe në fakt bëri goxho volum loje, pati aksione shumë mira, pati kombinacione, bëri shumë përshtypje, them drejtën pozitivisht, performanca e Sheut aty në mes në fushës, pra si lojtar i ri që po kontribon së fundmi në ekipin tonë kombëtar, pati një kuptim shumë të mirë mes fushës parash Laçit, Aslanit dhe Sheut në qendrën e mesit fushës, që e bëri në disa raste kombinacionin fantastik fare. Do të thënë si ku përlosin një ekip i madh, si Spanja apo Portugalia. Kështu që në këtë aspekt ishte diçka e bukur. Patjetër është për të ardhur keq që nuk arritëm të shënonim dot. I kishim jo me shumicë rastet dhe dije pak a shumë, pra intensiteti i kësaj ndeshje dije që nuk do ishte me shumë raste, sepse Serbia do mbrojë mirë, erdhi për mos ta humbë ndeshjen në Tiranë, pavarësisht deklaratave, ato e din forcën e skuadrës tonë, e din dhe forcat e veta. Nuk është Serbia skuadra elitare që të vjen në Tiranë dhe të krijon 10 raste. Kështu që në këtë aspekt them që edhe ato ishin shumë kujdesshëm në lojën mbrojtëse, mbrojtën shumë mirë me forca të shumta, por doja të thoja që më bëri përshtypje patjetër loja fantastike e Hysajt mbas shumë kohësh, të drejtën e gjithë skuadra pati një performancë shumë mirë. Nuk më pëlqeu 2-3 aspekte të zëvendësimit lojtarëve, prisja më shumë nga Bajrami dhe nga Bajrami më shumë prap, por nuk prisja të zëvendësohet në 10 minutat fundit kur ekipi pra po shfaqte edhe me zëvendësimin e Dagut, që i dha një tjetër impuls lojës, që ne po kërkonim ta fitonim ndeshjen. Ai zëvendësimi i Ramadanit më duki dur, sepse mund fusë një lojtar më ofensiv si Muçi për shembull, edhe kthehte Laçi mbrapa, dhe ajo pjesa nuk më pëlqeu, më duk sikur po mbanin barazimin pastaj. Sepse kishte mundësi ta fitonin. Po në të rësi, Rakli, cili repart pëlqeu më shumë, nuk e di mes fusha, sulmi, ti përmende disa individ, po ndoshta edhe një element që të doje ta dalloje? Tash në përgjithësi mbrojtja, patjetër mbrojtja dhe mes fusha ishin tipar dalluese, do të thënë lidhje fantastike me njëri tjetrin. Edhe fakti që nuk pësum gol pa flet për ato, sulmi duhet bëtë më shumë, sepse nuk shënum, në fakt edhe nuk kryum shumë raste për gol, të themi drejtën, por në përgjithësi si skuadër funksionuam, pra kishim një stabilitet, kishim një fizionomi si skuadër, patëm kombinacionet mira, i patëm ato 2-3 raste, pra rasti i Bajramit nuk ishte rasti pakët, duhet bëtë më shumë në ato momente, prisja më shumë nga Bajrami, faktikisht, ai asisti Dagut fantastik. Ai rasti Brojës duhet bëtë më shumë, por Brojës i mungon ajo praktika e lojës, i mungojnë minutat, i mungojnë golat, se sulmuesi do të ketë gola, nëse nuk ka gola e ka të vështirë të shënojë edhe në ndeshje të tilla. Kështu që ishin këto arsyet kryesore që ne nuk arritëm të shënonim dot për mendimin tim. Në qartë. A mendon se ky barazim na mban në grup, na mban në lojë për vendin e dytë në grup? Po që ne jemi lojë pa diskutim që jemi lojë, mëse nga hana matematikore, në qofë se matematikisht lojë, jenë lojë, po ne kemi një ndeshje ferri që e kemi në Beograd. Pikërisht prap, ky është edhe qëllimi pyetjes, është ndeshja e 11 dhjetorit në Beograd, po. E para herë duhet fitojmë të ndeshjen pas nesër, sepse në qofë se lajk qofë, nuk e fiton atë, deli barazim atër, që diskutojmë kot. Pra do t'i fitojmë të ndeshjet në thojza, në letër të leta, si Letonin dhe Andorën, që kemi, pastaj duhet të rrezikojmë me 2 skuadrat e forta, me Anglinë dhe me Serbinë. Në qoftë se nuk e fiton një nga këto dyja, do me thënë ti s'ke, nuk e shans të kualifikosh, do me thënë paktën për vendin e dytë. Okej. Çfarë presim nga Letonia, ose çfarë prisni personalisht? Se më pas kam dhe një pyetje të fundit për ju. Okej, unë
unë besoj që ne në Letoni do bëjmë ndeshje po ashtë mirë, ndoshta më të mirë se është ndeshje do jetë pak më e hapur, sepse nuk kemi skuadër aq shumë të fortë, ato luajnë vendin e vet, do luajnë për ta fituar ndeshjen, besoj unë, se ato s'kan çfarë humbin, edhe besoj që do kemi raste, do jetë një lojë më e hapur që mund ta shfrytëzojmë me sulmuesit tanë të shpejt që kemi, me Brojën, me Dakun, me Hoxhën, varet se kush do jetë, domethënë aty. Kështu që unë besoj shumë që në ndeshjen me Letonin do ta kalojmë me sukses, do ta fitojmë edhe me lojë të mirë bile, me lojë të bukur. Okej, Rakli dhe pyetja e fundit, sigurisht për ju, por edhe për çunat që keni luajtur edhe ju njohin. Cili është lojtari që ndoshta ju ngjan më shumë në këtë kombëtare dhe a mendoni se një Rakli mungon, pra një lojtar që çan më shumë përpara dhe shkon drejt portës, më pas juve dhe pastaj çunat? Tani, unë për vetën time e kam vështirë të flas them drejtën se s'kam fol kurrë. Jam tip që i kam lënë tjerë flasin për mua, po... Po mirë, më kush të pëlqen, dakord, kush të pëlqen dhe kush mendon që ka cilësitë e tua deri diku, se tani lojtarët nuk është se përsëriten dhe janë të njëjtë. Si keni luajtur ju, ashtu dhe një tjetër në këtë kohë. Uzuni se më përshtatet edhe me trup, Hoxha është pak a shumë si unë se tjerë, pastaj janë si Gomer gjatë, janë të mëdhenj. I gjajnë Iklit edhe Bogdanit, jo mu. Kurse këta tipa të shpejt, domethënë Hoxha është i shpejt, Broja është i lartë dhe i shpejt, ne kemi cilësitë jashtëzakonshme shumë. Dagu është lojtar shumë i fortë, ato minuta që luajti më pëlqeu jashtë mase, them të drejtën, jo se Mana ishte dobët edhe humbi penalltinë, mos e gjykojmë në këtë rast. Po duket pak më i rënd, pra pak më i avasht se sa do të lojtarët e tjerë. Kështu që kemi sulmues fantastik, kemi me shumicë, domethënë, kemi shumë më shumë se sa kemi pas kohën tonë. Okej. Po, Gjafa, Erion Gjafa. Unë them që përshëndetje, Altin. Erion. Unë besoj që lojtari që ngjason më shumë jo vetëm për trup, edhe unë isha në të njëjtin mendim është Uzuni, sepse ka dhe sensin e golit, është lojtar që luan shpesh i orientuar nga porta, nuk është lojtar që i pëlqen të luajë me shpinë nga porta, siç ka qenë Rakli, që gjithmonë luante me linjën e mbrojtjes dhe kishte sensin e golit. Kështu besoj që Uzuni është lojtari që ngjason më shumë. I vetmi atë që kemi, nuk është Altin përshëndetje me mbroma, po i vetmi që mua më ngjason me Raklin është vetëm Uzuni. Asnjë tjetër, as Hoxha, as Muçi, as asnjë që mund të luajnë krah, Broja, nuk kanë lidhje që mund të përshtaten me Altin Raklin. Okej. Altin... Po e thot pata ka marruaj më. Vilma, edhe diçka, unë duhet gjej, tani shëndes Altinin, se ne jemi miq të vjetër edhe Glen ta fal. Natyrisht na lidh edhe aspekti sportiv dhe fakti që sa kohë bashkë më sa i mirë kemi qenë në një skuadër kur luanim dikur. Po me gjithë respektin për super golet që shënuan në eliminatorët europianit, me gjithë respektin për super golin e Adriana Lijet kundër Greqisë, janë golat jashtëzakonshëm mund. Dua ende të gjej një gol aq të bukur sa goli Altin Raklit me Gjermaninë, edhe pse ne u poshtëm, ka qenë 94 mos gaboj, sepse vlen dhe kujtja shënon tani. Vërtet i mund të shënosësh Republikës Çeke, Polonisë, po kundër. Kur shënon Gjermanisë në Gjermani, edhe një portieri si Köpke që pak më vonë doli portieri më i mirë europianit, goli merr tjetër vlerë. Kështu që unë duhet ende t'i gjej një gol kombëtar sa aq të bukur sa i goli Raklit në Gjermani. Shokët s'len as jenë balë, më di dhe më. Jo mos e në këtë rast po thonë të vërtetën. Nuk është vetëm çështje shoqërie. Altin, falenderoj shumë që je pjesë e Studio Sport dhe Vision Plus. Në lidhje tjera sigurisht do të jetë në ndeshjet e radhës. Faleminderit. Ishte kënaqësi, ju përshëndes gjithëve.